Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotë. Falënderimet me të sinqerta vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut xhaleshamhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. Familja është si një dritë e ngrohtë që ndriçon jetën e njeriut që nga çasti i parë i ekzistencës. Ajo është streh ku zemra gjen qetësi dhe vendi ku shpirti ushqehet me dashuri të pastër. Në qiellin e saj, fëmia dëgjon fjalët e para, përjeton përqafimin e parë dhe mëson hapjen e parë të jetës. Familja është si një kopsht i gjallë ku mbillen farat e mirësisë dhe të besimit. Dhe nga ky kopsht rriten deg që mbajnë frytet e moralit, dashurisë dhe devotshmërisë. Njeriu pa familje është si një zog pa fole, i humbur në errësirat e jetës, pa mbrojtje dhe pa një vend ku të gjejë paqe. Allahu i madhëruar e ka bërë familjen jo vetëm një nevojë natyrore, por një dhuratë të shenjtë dhe një amanet hynor. Ajo është vendi ku lind besimi, ku përhapet mëshira dhe ku mësohet sakrifica. Për këtë arsye, feja e pastër islame e ka ngritur familjen në një pozitë të lartë dhe e ka konsideruar themelet e saj si shtylla të moralit dhe të shoqërisë. Kur hym në një shtëpi ku mbretëron dashuria dhe respekti, ndjejmë qetësinë e zemrës dhe paqen e shpirtit. Një familje e tillë është një kështjell e fortë që mbron njeriu nga sprovat e jetës dhe një burim drite që ndriçon rrugën drejt së mirës. Pa këtë kështjell, njeriu mbetet i dobët dhe shoqëria shkon drejt shkatërimit. Prandaj, familja është thesari më i madh i çdo besimtari, një dhuratë e çmuar që duhet ruajtur me përkushtim dhe falënderim ndaj Allahut të madhëruar. Të dashur dëgjues dhe shikues, do ju ftoja të ndiqnim së bashku 6 ajetet e para të surës Tahrim për ditën e sotme. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. O profet, përse po ja ndalon vetes atë që ta ka lejuar Allahu, duke kërkuar të bësh qefin grave të tua? Allahu është falës dhe mëshirëplot. Allahu ka përcaktuar një mënyrë për të liruar nga vetimet tuaja. Allahu është mbrojtësi juaj, ai është i gjithdijshmi e i urtë. Kur i dërguari i tregoi një sekret njërës për gravet të tij, ajo e përhapi këtë fjalë. Allahu ja zbuloi këtë të dërguarit, i cili në pjesë të këtij zbulimi
ja tha gruas që ja parhapi sekretin. Kurse pjesën tjetër jo. Kur i dërguaria tregoi asaj të fshehtën, ajo e pyeti: "E kush të ka treguar ty?" Ai tha: "Ma tregoi i gjithdijshmi e i mirëinformuari." Nëse ju të dyja ktheheni të penduara tek Allahu, sepse vërtet që zemrat tuaja patën devijuar, Allahu do t'ju falë. Nëse ju të dyja bashkoheni kundër Tij, dijeni se Allahu është mbrojtësi i Tij, Gjibraili dhe besimtarët e mirë. Veç kësaj, edhe ëngjëjt e mbështesin atë. Në qoftë se ai ju ndan, Zoti i Tij mund t'ju zëvendësojë me grava të mira se ju, muslimane, besimtare të bindura, të kthyer tek Allahu me pendim, adhuruese të Allahut, agjëruese, të martuara më parë ose të vjegjëra. O ju që besoni, ruani veten dhe familjet tuaja nga zjarri, lënda djegëse të cilit janë njerëzit dhe gurat. Ato e mbikëqyrin ëngjëj të fuqishëm e të ashpër, të cilët kur nuk i kundërshtojnë urdhrat e Allahut, por i zbatojnë me njëherë ata. Këto ishin dhe 6 ajetet e para të kësaj sureje, pra të sures Tahrim. Pra të nderuar dëgjues dhe shikues, si dëgjuam dhe në fjalën hyrëse, për ditën e sotme do flasim rreth temës familja, një streh e dashurisë, e besimit dhe paqes hyjnore. Familja është si një kopsht i gjallë, ku çdo antar është një lule që ujitet me dashuri, respekt dhe mëshirë. Ajo është dritarja e parë nga ku fëmia sheh botën dhe mjedisi ku njeriu mëson të parat vlera, të parat fjalë dhe të parat ndjenja të besimit. Nëse ky kopsht kultivohet me kujdes dhe me udhëzimin e fesë, ai lulëzon dhe sjell fryte të ëmbla, duke dhënë breza të devotshëm e të drejtë për shoqërinë. Nëse anashkalohet, thahet dhe shkatëron themelet e shoqërisë, nëse anashkalohet, kjo ndjenjë e bukur thahet dhe shkatëron themelet e shoqërisë. Pikërisht për këtë arsye, Islami e ka ngritur familjen në një pozitë të lartë dhe e ka konsideruar si bazë të çdo shoqërie të shëndosh. Në Kuranin famëlar, Allahu i Madhëruar na përkujton bukurinë dhe madhështinë e lidhjes bashkëshortore, e cila është fillimi i çdo familjeje, ku thot Bismillahirrahmanirrahim. Dhe një prej shenjave të tij është që prej ju shkrijoi për ju bashkëshortet tuaja, që të qetësoheni pranë tyre, duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të vërtetë, në këtë ka shenja për njerëzit që mendojnë. Ajeti 21 i surës Rum. Ky ajet na tregon se martesa nuk është thjesht një kontratë njerëzore, por një lidhje e shenjtë e themeluar mbi dashurinë dhe mëshirën, të cilat janë dhurata hyjnore. Përmes kësaj lidhjeje, Allahu i ofron njeriut paqen e zemrës dhe sigurinë shpirtërore. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka theksuar duke thënë: "Shtëpia më e dashur për Allahun është ajo ku ka martesë dhe dashuri, dhe shtëpia më e urryer tek Allahu është ajo ku ka ndarje." Ky hadith na mëson të nderuar dëgjues dhe shikues se ndërtimi dhe ruajtja e familjes është një akt i adhurimit, sepse aty gjallërohen vlerat e shëndoshta të shoqërisë, aty kultivohet ndjenja më e bukur dhe aty rritet individi me vlerat më të larta njerëzore. Çdo përpjekje për të ruajtur harmoninë familjare është një hap dhe më shumë drejt kënaqësisë së Allahut. Në familje njeriu mëson dashurinë e vërtetë dhe sakrificën. Prindërit sakrifikojnë për fëmijët e tyre, ndërsa fëmijët mësohen të nderojnë dhe të respektojnë prindërit për mundin që ato po bëjnë që këto fëmijë të rriten ashtu siç duhet. Kurani urdhëron me forcë dhe thotë: "Ne e kemi urdhëruar njeriu që të sillet mirë me prindrit e vet." Dhe vazhdon më pas ajeti. Ky është ajeti i 8 i surës Ankabut. Pra ky urdhër hyjnor është një dëshmi se dashuria dhe respekti për prindrit tanë është jo vetëm një detyrim moral, por edhe një obligim fetar i ardhur nga ana e Allahut xhaleshanehu.
Respekti për ta është respekt për vetë Allahun, sepse ata janë shkaku i jetës sonë dhe mësuesit tanë të parë në besim dhe në moralet e larta. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë, shtëpia pa harmoni është si një trup pa shpirt. Ky mendim i thellë na bën të kuptojmë se paqja dhe dashuria brenda një familjeje janë si oksigjeni për gjithë jetën tonë. Pa to, shtëpia nuk është një vend i qetësisë, por një burim vuajtjesh, hidhërimesh, zënkash, një vend që njeriu nuk duron të rrinë më aty. Për këtë arsye, Islami nxit që në çdo familje të mbizotrojë komunikimi, falja, durimi dhe kujdesi i ndërsjellët. Në këtë drejtim, edhe shkenca moderne ka vërtetuar se fëmijët që rriten në një familje të shëndosh, ku ka dashuri dhe mbështetje, zhvillohen më mirë nga ana emocionale, janë më të qëndrueshëm psikologjikisht dhe më të suksesshëm në shoqëri. Psikologët thonë se mungesa e dashurisë prindërore dhe ndarja familjare shpesh çon në depresion, në pasiguri dhe sjellje antisociale tek të rinjt. Këto fakte shkencore përputhen plotësisht me udhëzimet e fesë islame, e cila e vendos familjen si themel të mirëqenies individuale dhe kolektive. Një hadith i profetit thotë: "Më i miri prej jush është ai që është më i miri me familjen e tij, dhe unë jam më i miri prej jush me familjen time." Ky hadith jo vetëm që na udhëzon për rëndësinë e sjelljes së mirë në familje, por e vendos atë si mast për vlerësimin e karakterit të njeriu. Sjellja e njeriu në shoqëri fillon nga shtëpia. Prandaj, dashuria dhe respekti për familjen janë shenjë e vërtetë e besimit dhe moralit të tij. Në një hadith tjetër të bukur të ardhur nga Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, thuhet: "Kur Allahu do një familje, ai i mbush ata me dashuri dhe butësi." Ky mesazh i thellë na kujton se dashuria nuk është thjesht një ndjenjë njerëzore, por një dritë e ardhur nga ana e Allahut xhaleshanhu. Prandaj thamë edhe në fillim që familja është vend i paqes dhe i paqes hynore. Kjo dritë zbret nga ana e Allahut dhe vendoset në zemrat e familjarëve që kjo familje të jetë e bashkuar. Drita e tyre të jetë një, që fëmijët të rrezatojnë kur të dalin në shoqëri. Një familje e shëndosh nuk është e rëndësishme vetëm për anëtarët e saj, por për të gjithë shoqërinë anë mban ku jetojnë. Nëse prindërit edukojnë fëmijët të drejtë, ata bëhen burim drite dhe mirësie për të gjithë komunitetin. Dhe nëse familja shpërbëhet, humbet morali dhe përhapet kaosi fatkeqësisht. Kjo është arsyeja pse profeti i Islamit, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, na ka këshilluar dhe thotë: "Më e mira pasuri që mund të lërë një njeri është një familje e drejtë." Familja është gjithashtu, të nderuar dëgjues dhe shikues, dhe vendi ku kultivohet besimi. Kur prindërit i mësojnë fëmijët të falen, të lexojnë Kur'anin dhe të përkushtohen Allahut, ata mbjellin farën e imanit, pra të besimit, që do të lulëzojë gjatë gjithë jetës së tyre. Ky rol edukues është një amanet i madh që Allahu ja ka besuar prindërve, dhe përmbushja e tij është një rrugë drejt shpëtimit. Nëse shikojmë me kujdes, shohim se çdo profet i Allahut ka filluar thirrjen e tij duke ndërtuar familjen dhe duke i dhënë rëndësi ruajtjes së saj. Familja është vendi ku njeriu ushqehet me morale më të lartë, mësohet të dallojë të drejtën nga e gabuara, të shohë jetën jo vetëm si një kënaqësi kalimtare, por si një mundësi për t'u afruar më shumë drejt Allahut xhaleshanhu dhe për të fituar kënaqësinë e Zotit të gjithësisë. Për këtë arsye, mund të themi se familja është shkolla e parë e besimit, universiteti i dashurisë dhe kështjellja e moralit. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: "Kur njeriu vdes, veprat e tij ndërpriten, përveç 3 gjërave: sadakas së vazhdueshme, diturisë nga e cilat përfitohet dhe një fëmijë të mirë që lutet për ta." Pra, familja, të nderuar dëgjues dhe shikues, është dhurata më e madhe që Allahu ja ka dhënë njeriu, që ai të mos ndjehet i vetmuar në rrugëtimin e tij në këtë botë.
Dhe hadithi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që citova më parë, tregon qartë se edukimi i fëmijëve në familje nuk është vetëm një detyrë e përkohshme, por është një trashëgimi shpirtërore, jo materiale, shpirtërore, që ndikon edhe pas vdekjes së prindërve. Nga ana shkencore, studimet moderne tregojnë se stabiliteti i familjes ka ndikim të drejtë në zhvillimin emocional dhe mendor të fëmijëve. Familjet që rriten në familje të shëndosha kanë më shumë besim te vetja, arrin rezultate më të mira në shkollë dhe ndërtojnë marrëdhënie më të shëndetshme në shoqëri. Këto gjetje janë dëshmi se mësimet hyjnore për familjen nuk janë vetëm udhëzime shpirtërore, por edhe rregulla të natyrës njerëzore që ndikojnë pozitivisht në çdo aspekt të jetës. Prandaj, familja duhet të jetë një thesar i shenjtë që duhet ruajtur me përkushtim. Ajo është vendi ku lind besimi, rritet morali dhe përhapet dashuria. Një familje e fortë është një dritë që ndriçon jo vetëm shtëpinë e saj, por edhe shoqërinë kudo që vjen. Ruajtja e saj është një përgjegjësi e madhe, një bekim i paçmuar që njeriu duhet ta vlerësojë çdo ditë të jetës së tij. Familja është bekimi më i madh që Allahu i madhëruar i ka dhuruar njeriu. Një streh ku lind dashuria, ku ushqehet shpirti me mëshirë, dhe ku njeriu mëson vlerat më të larta të jetës. Familja nuk është vetëm një lidhje gjaku, por një institucion i shenjtë që mbështetet mbi besim, sakrificë dhe përgjegjësi. Pa familje, njeriu mbetet i mangët dhe shoqëria nuk pas dobësohet. Me një familje të fortë dhe të shëndosh, njeriu gjen paqe dhe shoqëria përparon me siguri. Rëndësia që Islami i jep familjes tregon se ajo është një shkollë e parë e moralit, e besimit dhe një kështjell që ruan njeriu nga mëkatet, njëkohësisht është një urë që e lidh ata me Zotin e gjithësisë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe imamët e Ehli Bejtit e kanë vënë familjen në qendër të udhëzimeve të tyre, duke e konsideruar ruajtjen e saj si një adhurim dhe edukimin e saj si një përgjegjësi të madhe. Një familje e mirë është pasuria më e madhe që njeriu mund të lërpas. Prandaj, ruajtja dhe forcimi i familjes është detyrë e çdo besimtari dhe besimtarie. Çdo përpjekje për të kultivuar dashurinë, respektin dhe besimin në familjen tona është një hap drejt kënaqësisë së Allahut dhe një investim i sigurt për jetën e kësaj bote dhe të botës tjetër. Familja, të nderuar dëgjues dhe shikues, është thesar i shenjtë, dhe kush e vlerëson dhe e ruan atë, ka ruajtur vetveten. Dhe kush ka ndërtuar themelet e një shoqërie të fortë dhe të devotshme, ka fituar të dyja botët. Në këto momente, të nderuar dëgjues dhe shikues, i vjen dhe fundi i emisionit për ditën e sotme. Duke ju uruar xumat të begat. Allahu ju ruajt nga çdo e keqe, ju dhon më të mirat e kësaj bote dhe të botës tjetër. Dhe tashme ju përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit të Allahut qofshin mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju, nëse jeni që e dini. Ashhadu anna